Të tjera pamje tronditse nga tragjedia në diskotekën e Koçanit zbulojnë tmerrin që përjetuan të rinjt, teksa nxitonin të shpëtonin flakëve. Nga lokali i natës, që atë natë ishte mbushur disa herë mbi kapacitetin, qytetarët duken teksa shtyn njëri tjetrin në përpjekje për të dalë jashtë, ndërkohë që vendi është mbuluar nga tymi i zjarrit. Ikni sa më shpejt, dëgjohen të bërtiturat e qytetarëve. Nga tragjedia humbën jetën 59 persona, nga zjarri janë lënduar 196 të tjerë, prej cilëve 20 fëmijë. Tragjedia në diskotekën Puls në Koçan nxori në pa shumë element që lidheshin me sigurinë dhe kushtet e funksionimit në diskotek. Ditën e djeshme në Maqedoninë e Veriut flamuj të ulën në gjysmështiz në ditën e parë të 7 ditëve të zisë kombëtare. Prej pasdites së të hënës në vend nisën protestat e qytetarëve të indinjuar me ngjarjen. Në Koçan u zhvilluan disa protesta. Protestues marshuan përpara prokurorisë dhe gjykatës së qytetit, ndërsa në zemrime sipër 10 prej tyre ndaluan përpara një prej lokaleve në pronësi të njëjtit person që kishte klubin e natës ku ndodhi tragjedia. Ata shkatruan pjesët më të madhe të lokalit dhe një automjet që pretendoi se i përkiste të njëjtit person. 59 të rinjt humbën jetën pas zjarrit masiv në diskotekën Koçan Puls, ndërsa 155 të plagosur po vijojnë të marrin trajtim mjekësor në spitalet e zonës së Koçanit, por edhe shtete të tjera, 20 prej tyre janë raportuar në gjendjen më të rëndë.